Përshëndetje, sot do të përgatisim me miell misri një pet misri me bishta qepe të njom dhe preshi. Ne qepët dhe preshët i kemi larë dhe i kemi pre bishtat veç, e ndërkohë në një tas të madh kemi shtuar 700 gram, rreth 700 afërsisht, dhe pak krip miell misri dhe krip dhe ujë të ngrohtë. I lidhim në formën e një brumi e mëtej do të shtojmë bishtat e qepëve dhe bishtat e preshëve, të cilët do të shtypim me duar sa të lidhet brumi. Mëtej do të shtojmë edhe sipas dëshirës pak miell ose mund të lidhet dhe në këtë mënyrë dhe duke shtuar kështu dhe 3 kokra vezë do të bëhet një brum i butë dhe jo shumë i fortë. Brumin do të hapim në një tavë të lyer me gjalp, edhe ndërkohë tek brumi mund të shtoni ose vaj ulliri ose gjalp të shkrirë sipas dëshirës. Do ta parangrojmë stufën në 230 gradë e do të piqet në temperaturë të tillë rreth 30 minuta derisa të marrë një kore të tillë në sipërfaqe. Si ju duket kjo recetë? Lini komentin tuaj më poshtë. Ka dalë me një shije fantastike, provojeni nëse nuk e keni provuar.